Zoti President, shumë faleminderit për këtë intervistë, e cila do të shërbejë historisë dhe tregimit të pjesës së pandryshuar të saj për çfarë ka bërë Shqipëria për italianët gjatë luftës. Më duhet që ka për një temë shumë interesante, jo vetëm që është pjesë e historisë tonë, por është pjesë e marrëdhënieve midis dy popujve. Një marrëdhënie shumë e vjetër nga kjo që do flasim neve. Dhe sigurisht që si do të gjëra japin frut pozitiv i përcimit e lidhjes me të dy vendet tona. Nuk ka popull të urrë popullin tjetër. Është politika që krijon në po njësoj politika dhe zbut. Tani këto janë hobe. Si do jetë unë e përshnes në shkëntuhe dhe jam i dashur të dëmoj të ka paqja dhe se kam përjetuar me që unë kam jetuar ato dhe ma i mund të mirë që në Italinë të kur erdhi këtu dhe të ditë kohës kam qenë moshë tjelë për të i vogël kam qenë moshë që njeriu e mandant edhe në fakt në bisedë që jam bërë me njerëz të ndryshëm me italianë që të bashkë ja thoja dhe habicin nuk e din dhe po të pyet sherinin tonë për shumë asë nuk e di që ka ndodhur të ndërë në para është për të keqe sepse historia nuk është përradhë që shumë ndodhi shumë po është krenari për shto komp historia kompit sepse nuk ka komp që të dalin hiqi edhe shto brejtë rritat të di fjallë i vjetë me shpazat e brejtët kaluar kjo është shumë do me thënë se tepër do me thënë se në lidhë ata në shpresojmë do evropianizohemi dhe ne shqiptarët dhe kuptimin e mirë të fjallës. Sepse në fundit, që është të pak më parë, kjo është bënd për dhe. Dhe për të ikin masive që ikin të një linja, si pa gjithë keqë. Unë e di se si ndodhë me ta, kur dhe në atje. E di se kam dhe unë një provë, shkur të për e kam. Tuaja? Po. Keni ikur? Jo kam ikur, por në Italia tu, në 39, edhe shkuam në Jugosllavi. Unë kam shkuar në kujtimit e mija. Në kem qëndruar në Podgoricë, në një 15 ditë shumë, po ne e dim se që kemi hequr atë, edhe më rrallë. Pra, do të në qëjo, nuk sot kotë një fjallë e vjetër. Ujë vend dhe vetë. Se vend e jotë. Jotë i se të në fjallës ta amishi pa kosë këtë arua. Gjitha këto gjera janë filozofi popullore. Janë filozofi popullore dhe thënë të trashëguara. Nuk janë shkruar, sigurisht, po ja që lojdanat një historie. Pra keni një gjurmë në jetën tuaj nga Italia? Jo, nuk kam qenë, kam qenë nga Italia, të përshim italian. Ishte bjes kur ishte në për vizitë në bandëzime në Shërbirë digitale. Edhe Bujanović që ishte atëre president, që që arra të dhe pa armi darkë, shërishtë të gjithë ekipin. I dhe president, ju nuk jeni kajtur sa duke një. Qëta po, si që po, njëgës. Unë i ka provuar këtë punë dhe shumë në 39 dhe. Në atë kohë unë ishte dhe 8 vjetë që gjësin. Edhe në ndjetë që kam dhe. Edhe është
Ne u vendosëm në përgorisë, si erdhëm me shëtë. Dhe unë ishe një kamilë oficerës. Im 7 kalimaj. Njësej. Unë ishe më madhi në moshë. Dhe unë i marrë ato, shkoj në i park aty. Shkoj në i park, e shkoj me të një ring boxi. Ring boxi në film e ishim parë për në aty, si ishim parë në jerë. Edhe sigurisht e për shikon me koreshtet madhe. Ndërkohë vjen një grup fish, rëzës. Qa pjesë që në tyre, dhe të kuptohat. E marrë që ne, jemi të pësit në një kërësërisht. Po kishtë një topë në bukur shumë. E mosha e anë që me topë e kishtë një qëtë. Për në ishëm shumë i tomaneske. Si për topë. Si topat e tomkës. Tamam. Edhe i thakë në dhjum me që e majmë, parë dhe majmë. Për fatë, mu më ndodhi frangari në zogu, në gjepë e zjerë edhe ja japë. Për topën. Për topën. E mori atë, topën dhe shumë. Prapë shumë mori. Sa edhe një më ndorohë. Jo dhe të masatari që me shumë. Edhe, po këta slavët kanë një zakon që është. Kur zinë dy vetë, nuk mërën të tjerët, ne nuk e kemi kështu. Ata më një rotull, edhe japi koraja. Një po, rasti e solli që unë e punë për fundës dhe, i punë e dy dashka dhe i mora pra më. I mora pra më unë grita. Unë grita dhe marrë dhe këta. Që për qurë që vejë që ishe me vete. Këtë e më shpi. Edhe, këtëm në nëstime, shu, e më malkoj. Ako më që në dhe gjithë, me drejtë. Ishe me duaj, dhe të gjithë për sigurët. Nuk kaluan, gjysë more, e porta që një bërë dhe të madhe, disi shu, bam, madhe. Bjëllë një 25 burë dhe grave, me surkje, me huj, me shpata, me dhejtë, për një qipë, në liquan, da vi shqiptarë, da rabe janë vajtë, edhe në fakt, do dhe shumë që shkishë fajtë, por, për fatë mirë, aty në të shpinë, do dhe një oficerë, që shpje madhe ishte, një oficer i shpisë i ushtrisë serbe, po shqiptarët nga ukimi. Të mu shqipë, që që pjesë shqipe, që ndodhë, e shpjegohu. Dhe i doli se që dhatë i ikë me kajtë, e kam kërë një tu, e ja të rgova, me nësi jakë shu thash, që bërë, i bërë gjithë thash. Po më konsiderojnë të uajtësh, nuk e pranonin, që një uajtë vi, dhe të bëjë pazare ajo, me një tyre, po edukat ishte jo. Kështu, se ndërëm janë shteve masa për që historit janë të bukura të shkuarës. Edhe qeshte, sigurisht, e kam pjanën që unë ka provuar. Për të prove ishe, 15 ditë se ditë, edhe kuna mojë dhe policia, për të përzën, kemi qenë ma në stani, se ka kishë dhe një kalaja që dhe në përdorisë. Policia që s'kunë më dhe nuk e di, edhe u një për gratë dhe në përvizit. Shqiptar për shqiptar. Në atë kohë vjen fënjë të shpejtë të se ka policia. Bemi në policia, dhe më thënë, me të mustakje me shpata, brëzë, të më shikë. Si që janë policë të të kohë. Të një dhe morë dhe me që kishëm sa të rraqë, kishëm dhe po ka dalë, se të kishëm marrë, me kishëm prinetarë, të babalartë, si ma të ishte komandë i batalionit, të kupirë që që boratistë, dhe ata të jenë fishë ofisera. Mirë. Edhe njoftuar në ndaj këteja, jo mos të vizë i prisë se më mërë veç me kohë qeveri, po në fakt nuk
nuk dha rezultat, dha rezultati masi kishim kaluar në kufiri, e drejtë. Nëse, e kam pjanën që tjenë në tokë të huaj, është shumë e rëndë. Me të nërejsh kur jetë kushtet të tjera, që ka premisa luftarake. Përndeja, mos do të orosh shtetin, mos më më thënë do të kaloksh të tokë të huaj. Se do jetë pavarësisht nga edhe nga nuancët e tjera, se popullit e zhvilluar dhe shikoj, të popullit me pak zhvilluar, shikoj shumë, alat toshë, në thënë, se që ka bërë me krim. Na shikojnë akoma, nuk kanë hequr dorë. E ti, nuk janë në qëra që zhvizë këllajto. Po ja, pse nuk e pranojnë Turqinë be, pse është shëndësim më bëdhe, neve nga ka penguar shumë kjo, po ne jemi të përzirë. Nuk nga me vesh një gjithë që të jemi. Ne me në familje tonë të përzirë, Po. Ne mund të rrëgjë të jene se duashtë. Se të e betet, vetë në dhe jeshvis, në dhe jeshvis njëri u ka kërpëduar shumë ndodhin jetë e ti. Edhe midha të ka diçka është detyra politikanëve, detyra historianëve në veçantë. Që të gjithë reflektën sa më drejtë, jo të mos harrohen në kuptimin e kejtë fjallës, po të tjerë parasysh, sepse këto janë zhvillime që çdo popull ka kaluar. Nuk mund të themi për asnjërin që ka kaluar. Por para se kur e si që është ne kemi të frestë, ne duhet i kemi parasysh. I majmë parasysh, edhe sigurisht do shkosh të punosh, por vendin dhe mos harro. I kot. I pas një objektiv, pas një gjë. Thjesht, tikim. Po mi mo kjo vend, ku djeli me këtë vend? E që dhe një tjetë, mirë keq, para që tanë, e kanë rrujtë të Shqipërinë. E kushte më të vështira, kushte pushtimi, kushte zgjësimi, kondërtarë. Që ne nuk e kemi atë situatë, e me ndryshe. Mi po, kjo është unë do të thoja dhe media nuk e bën një rol, se përkundër e bën rol negativ. Demonstron shumë gjëra për ata që janë ndër. Nuk është të para, është u kam takuar të njerëz. Janë qenë kanë ardhur do të thënë edhe është me krishu, se ajo që thot populli. Guri, do të thënë, guri e shirandë në vend e vetë. Dhe e shoqi dhe me ka i përmëshimi, do të thënë, të regojnë bëjnë, po i pak të është, du të më shumë. Të flasin për vëndën tonë. Plagi popullë tonë. Ikja. Prandaj është ky dokumentar që po bëj një për arsyeve për treguar që çfarë historie ka ky vend, sa kemi bërë ne. Ne kemi shpëtuar italianët kur ishin pushtues, ishin pushtuan vendin, ju ndërkohë ikët, sa si ju patën probleme në atë kohë, të tjerë u vranë. Kur ata ngelen në mëshirë të fatit, ne ju hapëm dyert dhe i shpëtuam. Cila është historia që ju e dini mirë? Në shumë të gjera, unë fola për fillimin e kësaj pune, që pastaj punë të utrashën, si më thënë, edhe i luka italo-greke, e shumë e radhë. Po në vitin 23, në shtator, 8 shtator një kapitullimi italistë, ka qenë vërtet një zhvillim, do të thënë, i vetëm i papërqyeshëm për italianët. Po një zhvillim që nuk besoj të harroj kollaj Italia. Sepse
nazistët gjermanë janë sjellë njerëz në shkej me italianët. Këtu në Shqipëri atëherë kanë qenë nga 6 divizione italiane. Dhe në këto divizione italiane insieme këtyre janë që vetëm që thjesht për divizione Perugia, Parma, Brendero, Firenze, Arezzo dhe Puglia. Se kështu ka që sistemi të legjishmit dhe emrat e divizionet me erdhin emrat e qyteteve ku kishin shumicën e efektivit. Edhe nga të 4 divizioneve bëhet u dorëzuan Gjermanë dhe mësuan si mos keq. Vetëm 2 restuan. Ishte divizioni Firenze, ishte ka qenë Krujë, bazuar. Edhe komandini divizionit pjesën Arsi, me Stashi, edhe kombinoi me shtabin e përgjithshëm të ushtrisë tonë, dhe kishin çadrat të njëjtën afër desh. Shtabi atëherë ishte në Altat. Ishte të rësherike. Altat ka qenë fshat mbi Arban. Edhe ka qenë në tekta dhe ruaj dhe për fat keq ishte abandonuar. Kjo është histori, si mund të abandonosh? Pse duhet hyjë, do të thënë, atë ka qenë shqiptarët, ma ata që luftuan. Luftuan një pushtues. Po ka vend që s'ka bërë gabime gjatë atyre përplasje popullorit, nuk ka vend në botë. Nuk ka. Sepse kështu është edhe. Do dali domethënë edhe njerëz të shtrembur. Deklarojnë tjetë kundërvijen, ne kundërvijen i kalon për masat njerëzore, sigurisht që krijojnë trauma, krijojnë në gjë. Po pikërisht këtu është edhe detyra e detyruesve politik, që duhet të gjejnë zemër, të gjejnë bazat morale të kapërcejnë këto, sepse këto shkatërrojnë vendin, shkatërrojnë popullin. Që për me nuk të klase, do jetojnë akome. Pra, dhe kështu që është gjë për të ardhë keq. Atje, pjesën, më ka vajtë njërë. Italianët nuk e braktisën historinë e tyre. As i popull. As që popull. Në këtë rast, të gjitha gjurmët e tyre në Shqipëri janë, ne për shembull kemi parë gjeneralin ushqisë të vdekur dhe ne e dimë historinë pak ndryshe, po historia është që eshtrat që u gjendën në Shqipëri shkuan me nderime, u varosën atje. Të gjitha ata antifashist apo ushtar të kombit italian u nderuan dhe vazhdojnë nderohen. Ndërsa ne nuk e tregojmë historinë se si ne shpëtuam ata nga furat e druve nazist. Edhe historia juaj, kujtohet tani se jo ishin 170.000 italianë kanë qenë këtu. Shumica të dërmuar ushtarak, po ka pasur edhe punëtor, kompaninë ndërtimi dhe gjëra. Pak që ishin bedoshë këtu. S'na vendos me qëllim kolonizimi, janë ditë kjo punë. Por punohen këtu. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi kjo që italianët që ishin këtu, ata që vazhduan luftë antifashiste, ka ky divizioni Perugia, ishin ju, një 117 ushtarak, me krye një rreshter, 30 vjeçar ishte i Tercilio Cardinale, quhej. Kryun batalionin Antonio Gramsci. Pjesë, sepse këto mijë italianë që morën pyet e malet e Shqipërisë, nuk tonin luftanin. Tonë të iknin. Po, në po ishin ata që dojnë luftonin për puna nazizmit, puna fashizmit. Edhe ky ndodhi ata që dojnë, ishte mbëdhetarë komplet. Pjesa tjetër pëseja, ngeli pyetje. Atë kohë,
Ky dhe 5 nuk jetë breshka. Po, është realitet. Ne shqiptarët i kemi ashtu në breshka të di. I po me kaqe, i ushqenë në breshka, i preferojnë mirës. Me këtu mbajtën ata atëherë në përpyje. Breshka për qas, s'ka u duhet breshka. Edhe kur i pje pas e pjena tjetër, që që të pjena që shku në për arsi. Edhe familje valore, edhe të shqiptare, kishe 2-3 italian në që familje. Edhe italianët e kujtojnë me shumë përmallim, në të thënë, marrë e janë. E kujtore, se shkërisht në nuk janë gjallë të një, shkëri. Shumë mund këtë dhe një tekstu. Se si qiptarët i tajtuan. Bëjtë po të them, në vitin 24, a janë ma që shorë që s'kujtojt një tani, koha. E përshkonin në ishëm në 5, e përshkonin në zonën e jugut. I po të kaloj një zonë që tampon ishte në në ndërtimin e forcave racionale se kohë në bazë kombëtare. Bashkëpunimi gjermanët. Dhe pikërisht si kalum aty, atën, larg fshatëve, qenëve do se djetë, me njerë që e një të rrugës e të edhe më në tonë mbretët më kujtojt fshatit në darë të Mauritius. Mbretët më bëmë. Ata u këzuon dhe ferën për një mishë, sa të përët mishë, sa të kohëve. Ne ishim bërë, të letë. Ishim një grupë civile dhe familje dhe të kërëj partizanëve. Ishte familja e ime. Një me amë, unë dhe laj dhe motra. Ishte dhe gjagja i onë me të shojen. Ishte familja Abdul Klezit, ka qenë. Ka qenë familja, jo familja, po ka qenë vete i ishme një shërësimit dhe më bombës e me grupët deputetëve u Burgos. Ishte një grupë i tjelë, dhe ishte rrapë 20 partizantë në Shqipëron. Komandant i grupit ishte partizan, a s'ka pari në Vrut Qërgjova që Gjerri Shumisht, Gjerri Hedër, Tim, aja me të burë simpatik shumë. Edhe, në Shqipëron dhe ati. Dhe kur pajtër në këtë pshatën në dartë, të të Mauritius, shikojmë aty, plot të njerës, shikojmë aty të qoqen, por i dhe një kështë të liqë, si thënë, i presu në gjunit të liqë. U i të mjë, partizani, që ishte në kra, por e, a i së më duke shqiptarë mua. Që të ma, po shiko më si ka fëtyrë dhe shumë. Shiko së si ka, së intelektualit. Se duke dhe një mirë si duash së një intelektualit. I të ndike, i thaj, Giovanni, i thaj, kote kudi, thaj, lepe, pra të thaj, që të rëpëri që të lishtë. Shiko dhe, edhe fillume, a i kështë jetë kapitan, jurist, është një italiana, ishte aty, i punon të atje, edhe a i në folë fjallë më të mira për fshatin, fshatarës, atë po të punon dhe ishte vërteta, po këta të po, këta nuk kanë këshim tepër, të malorë, vetë malorë, këta e kanë darë bukën e neve, edhe ne po punojnë këta, dhe kjo është një silje shumë kapelareske, dhe më thënë, në popullit tuaj, dhe ne që se punë kemi arë si pushtus, kemi arë si mi këtu. Po, situata e sotë në ditë i ka pushtus, bëm miqë, dhe pikërisht, kjo dhe situatë, e kjo vjëzim, e bërë kjo italian,
tregon atë që në shqiptarë që shionë se ka ndodhur italian ka pasur dhe në Maltezi, në Serbi, nuk janë trajtuar kështu, janë Greki, janë trajtuar jo mirë. Janë trajtuar për të nxjerrë mlefin, se fakt. Kanë bërë dhe ata, fashizni ishte, s'ka fashizni të mirë, dhjetë. Pra, më pjallën që është një sjellje një unë që tregon karakterin e popullit tonë, i pritin, zemërgjësi, edhe të një mund tjetë i kur është në ditë kështirë. Kjo është karakteristike jona. Mund të thot dikush që po, se për të me që pëmbur, vetëm pëmbur shqiptarët. Jo, zëti, unë së pëmbur njeri, unë po them atë jeshtë. Edhe nuk kam prit ta them, sepse kështu është. Edhe, kjo duhet kudo. Kjo duhet dhe në nësot dhe në një forma tjera. A kam pjatë që gjithë për të qërë turistët në tërë thënë, shumë i krisë, thënë, nuk kemi në matësi, në tjetërit, nuk kemi shqytërush ngurim të takojmë, bisedojmë. Pra, këto janë saqenja dhe vërtet, që ne i trajnojmë, nuk i kemi nga se shkallë. Edhe këtë të thënë. Se kemi plëcuar dikur dhe neve, ato rrufat, gripet i vinë, se mu të qëri shu, në njërë figurative. Dhe, pra, të thënë, ishit mira italian që shpëtuan dhe shpëtuan jetë atyre, dhe u kësërën. Dhe, pra, u kryua divizione, batalionin nacional, më vonë u bë divizion. Divizion dhe ishte ata që do të luftonin. Ata që do të shpia dhe janë të shpia. Dikush punoi me shqiptarët, dikush luftoi me shqiptarët. Po shqiptarët i pranuan. Ka pasur dëshmor vetëm në Berat, ky batalionin e Gramshit, në përgjithësi me Gjerman, ka humbur 98 vetë. Pra, luftoni shumë mirë. Sepse ishte këtë një përfytërim, si dosh, për italianët që nuk luftojnë, nuk është vërdet. A e për vetën atje luftojnë. Këto popull luftojnë. Është një histori, kur kapitulloi Italia, në 43, po ishin pra kapitullim, vinë Gjerman. Gjerman që duhet në hapë dhe të ofrojnë forca në rrugën që vjen nga kjo Skofiku dhe Ercegë. Ishte Elisa Kodeli, legendare është e tapë që moshtë kaluar shumë gjeshtë së sabjesisht në të kohë. Edhe kizën pritë, se kishë marrë informacion që po vjen një kolonë. Do gjithë njënë se e kolonë italianë. E të kolonë në ishtë në apër rrugës, ishë mësuar për italianë, apër të skarë. O Gjermani në reagojnë në rrëshë. Dhe që do italianë që në tatare. Gjëri zajtë, fa kishë Gjerman. Ata me u apër në informacion dhe, kalu të këmë nësurë. Gjë që s'ndodhte me italianët. Prandaj kishte darë dhe namë që s'luftojnë. Po s'luftojnë në Shqipëria italianët, popull me një kulturë të çuditshme, domethënë. Edhe është një material këtu, si la resistenza dei militari italiani all'estero Albania. Kanë pjetur pjesën tonë. Edhe pikërisht këtë thotë ky. Që shqiptarët u të rritetun shumë mirë në pjesën tonë. Dhe të dhe shpak më parë në bisedonin, një mision që da i duhes, ka jenë në dhe shtatë. Edhe fliste për emigrantët tanë që i kënë bajtë atje. Fjallë bëtkia. Ishte një, nuk kujtojt e me tjera, në qytetisht ebrej ishte në origin. Edhe ishte duke ndjekur, kur ajo drejtuese, për një minutë se kemi telefonator nga Tirana, ambasadori Foresti.
E Foresi doli pikërisht thotë, a keni shumë gabim se shqiptarët kanë bërë këtë. Edhe përmend shumë raste kur shqiptarët besoj që folë pak më parë. Pra, kjo është vërtet, dhe kjo ka shumë mundësi, në bërë një leksion një ka 7 vjetë ambasada italiane, në rasti ishte shtuan për të folur. Dhe folë për këtë probleme, të gjatë do të për mërdhenjet tona. Të janë verikuar, sepse edhe në kohën e Garibaldi kemi ndihmuar Italinë. Një kryeminist i parë, Italisë Bashkuar ka qenë shqiptar. Edhe Arvanin po Kalabres, shqiptar. Dhe ishte nuk është gjë e vogël, që të arrijë i përfaqësuar si një popull që ka ardhur emigrantë. Ti kohë që në Beograd, atë në tjerë një personalitet, që ishte në detyrën e kryeministit i parë i Italisë Bashkuar. Dhe plus, dhe Garibaldin kam dashur të vinin këtu, atë kryeministja në Shqipëri. Po nuk e di tani, si ka qenë arsye, që nuk ka realizuar ajo, ardhi atyre këtu, se Garibaldi kështu ka qenë ai. Ka bërë dhe në Amerikën veriore, ka shkuar edhe për luftuar bashkë me Amerikanë kundër Inglezëve. Dhe në këtë aspekt ka fjalën që një në këto kontributat e shqiptarëve. Unë kujtohet, po la pasha ditë në miting për UÇK, e thash që ne shqiptarët njihemi si popull luftar. Por ma njihemi që kemi luftuar më shumë për tjerët, se sa për vete. Tu e këtu që nga Bizanti, që nga Romakët, që nga Sultanët e Merau, Napoleon Bonaparte, Napoleon e Merdin e Napolit, po për vetën tonë, tre kemi luftuar, në së në Beut, gjatë luftën në shqiptare në luftën e botrore, edhe UÇK-ja. Ka dhënë gjak shqiptari për një objektiv të caktuar për vetën e tij. Dhe sigurisht ka qenë kushtet e mira që kanë mikuar që por e vërtet është kjo që ne duhet e kemi respektuar që të e di italiani në vriste e dhe në jam dherën a që jera e gjatë shumë dhe dhira, shumë gjera ka unë jam munduar në libet dhe mija kujtimet që kam bërë të jera të gjera sigurisht kam edhe ato kryesore dhe kam e të mëndë bides një ndjeri Fatas Nano kër më takoj asë një që bërë një përndovim të një libri sa more për bërë të se e kështë që dhe të kryeministër nuk e s'kam dhe marrëveshje me ndë lartës që kur të dhejtë. Dhe tani janë dhe i kam të fresta. A i ku pa lën kujtime? Nuk e di, a i ma që dhe nuk e të lënë, nuk e di për që dhe. Varet të që a i ka qenë njeri burrizjuar, nuk e qenë kështu. Edhe i penës ka qenë në të gja. Nuk e di, më se s'ka lënë, nuk e lënë. Kjo dhe të qojve, duke parë, duke... Por si dhe një tjetër ka një diçka që në fakt në kohën e komunizmit unë ka pas me ditar. Unë ditar nga me të qenë moshën 16 vjeç. Për të? Që kur isha në Rusi 10 vjeç edhe në shkollën që kisha në majta ditar. Si po kur edhe këtu pas në Shqipëri, vazhdojnë që ako edhe ditari pashti nga herë mund të bëhe, se ditari në ishte si kjerë, se një ju pjesë në vetën. Së mund të bëhet, së mund të dyzohet. Një për situatët të neve, ka qenë i dyzohet në ju të dyzohet. Të tjera me nënde, të tjera thoshte, si shte e kënë.
Dhe u jador nga Itali. Me këshillën e prindërve apo? Jo, vetë, non so to. Veti, sepse që të mundohet në jetë. Edhe ja dhe ndodhi mu më qonë. 3 vjetë do thënë, borim në të një periud. Një ushtri që sigurisht për që ka pjarit nga generalim që mund nga të kapitelit. Që nuk ndodhë kurë, nëse në ushtrit botës s'ke punë, për ne s'kishim nga të dhe s'meri veç pare nga. Që të tjetë, është një gjë do t'jemi bërë shumë mirë që bidhe një kujtime, edhe ka akoma, do të se ka jere mosha 12 vetë njeri u edhe arru, edhe mund i shtërmëroj gjera të, edhe gjera që kanë të djuar për tjetin, janë të bëhë vetës. Shumica këshu i mbarë mëndë. Ishte gjithë. Për ne po është që bëni mirë që i mbjedhë një të punë. Sepse punit, vësisht se si shkoha, dhe vi një kohë që gjere do blesonë si një vëtë. Ake në shkojt e i zotis. Me këtë italianët kam një të sera se kështu ishim berat ganjen në ndorë i 24-ës. Unë ishte në batalionin specialit gjuhës e i shtabit për njësim mes me rujtën e shtabit e rëndu. Edhe më kishë caktuar bashkë me një italian. Me Pino, që e dhe. Ishte emën të Pino të mama. Me kështë emën e vërtet? Edhe një caktuar i bëjmë shërbim në pravavijin e hoteli ishte hoteli turizmi ishte tani. Pa, Hotel Colombo. Hotel Colombo, hotel që premtës. I ati këtësia ka kënë antaj bërës politike. Në kujtuar edhe jemi në të ndetën dhe që ndodhi në përrejim atë, por kërësi bushka në berat. Që më zite kështë, që ora 4-5 në dite. Unë ishe një parteri që manë. E një në parteri, no? E do në njështë shponë, e në njështë që ka dëzër, që po, kështë një shumë, no? Këtë punë ishte e lë dajmë që më shëru Tirana. Edhe, unë të në pëjësërit e dalë në delë. Italiani, më patë mua, më tamë. Me Pino u shkarë, unë nërë. Me po, me të kitalinë se shënë, të visja me Pino. Me Pino me vrapë më rapë, të bia i shkjeti me vrapë më shumë. Me në bënë arritë e kam, ku shkonë? Sa për që ke bërë? Pa Dionis më bërë, më të me qatë që e ndodhë. Edhe, e me dojë që mos, si për mundi e që në i pëmë që. Se i në 5 që gjusës në të kodë, të që shpaj që. Për ju në një dhe të shumë. Po, i kam bërë që në italianët, i kam dhe të bërë shumë mirë. Shumë mirë. Në kuptimin e kësaj do të që në ata kanë më shumë. Mirë, në fillim italianët se kam të dhe dezertime. Në kështë e italianët. Edhe ishën në brigadat partizane për shërbenin o në Meksi, ose në artilleri, e në Berlini. Këto dhejët ishën speciale. Se ishën përgatitur sigurisht. Por pastaj kur kalun mas, kalun reparti dhe të një batalion, pastaj në divizion Antonio Gramsci. Një bizori mas shumë. Edhe ka qenë një Bruno Brunetti. A i ka shkruar dhe i libër të tjera. E unë e kam lezuar libër do të ka vite, nuk e di e kam ose kam. A i të regon do dhe ishë punë më gjithë. Ta kërkonin që shkonin në armë, Itali. Dhe janë në këtë anore, në armë.
E më në punë të arritë, shku me armë, i dërgjot armë, po i hynë me armë, kishë luftuar, po. Se ishte moment i rëndësishëm ai, po flasim tani mbas klirimit të Shqipërisë, 45-a. Ishte moment i rëndësishëm, Kur Hoxha i la të shkojnë me armë. Naziste, armë në Gjermanët. Po. Edhe luftonin mirë, luftonin shumë mirë. Luftonin pra, nuk është e vërtet që italianët Shumë, ka të bëj shumë qëllimi. qëllime. Pse luftonin? Se njëri që një mujë me se a i luftonin se të mërë dhe jetën tia. Dhe do të kthejnë në shtëpi. Do të kthejnë në shtëpi. Gjermani nuk i lindë. Edhe një division do të në jug, në duke Peru që e kjo. Edhe Gjermani të morën gjithë që ka generali, gjithë shabin e 107 policera. Edhe në diku aty në bukë zelit, për t'i pushatuar. Po, generali kishte një vajzë. Se vajzë shkollë në putë të rrishtë, për t'i pushatuar. Gjermanët e largojnë. Ajo për putët, e pushatuar dhe atë rëstesit. E pushatuar dhe me tjatin. Dhe kër e kam të rekurë një Austriaku këtë bjeferi, jo, e ka përmë. Jo, e të ka mikë, kjo është e mundu të shpë. Atër shumë gjera që sot, bërtet duket pa munda, ishin të mundura. Lufta ka i gjegje të ashpërma dhe gjiri unë. Po si ka mundësi që e kanë haruar luftën, tani ju duket si film, dhe mund të le të vi. Si? Si ka mundësi që bota e haroi luftën, dhe tani duket normalitet si kur të kthehet. Ja, për luftohet në Ukrainë. Ata janë një jetë i popullën. Gjuhën. E kam tjetë gjuhë. Tjetë e bumë se e bires. Rusët nga Ukraina kanë ardhur shumë njëra. Edhe familja përëndërake janë e Kiev ka ardhur. Edhe Ruska e Kiev. Edhe feja krishterimi e pagana dhe krishterimi që janë e ka ardhur. Dhe ishte shumë ministra, dori jam studiuar unë atë plasë, shumë ministra me origjinë ukrainëse. Edhe Ukrainë do të thotë, në fakt ata nuk është një kombinimi. A është një mishenjë që vetëm se Ukraina në kufi. Ukraina në kufi. Ukraina në kufi. Nuk ka Polake, ka Slovake, ka Ukrajnëse, ka... Si që pushtonin dhe përndërje madhe ka jene. Si që përtava që është ari në Ukrajinë, është pushtuar nga Pjetri i parë në vitin 1722-24 në Irlani, që bërë lufta për Lagos, me Karlin e 12 të Suedisë. Atje Karlin u thyrë keqë, se ka qenë Suedije, ka qenë por që madhe për para. Edhe i kuj, në Turqida, në Iptiq. Dhe që aty për se fajzoj, në Pjetri i parë që mori dhe pjesë e tjera. Ju e njini fuqinë Rusisë se keni qenë atje, dini mirë. Ka të shans që bota që po përgatitet për luftë me Rusinë, ka shans të ndodhi si mendoni jo? Apo po bëjnë gabime dhe po heqin parat nga ndërtimi i paqes? Jo. Një do të këtë që rusët për luftën, ja populli luftojnë. Pavarësisht do të si i kështenë. Se politika është që shonë të tim të shtërmë. Unë kam dhe me jerë në që ku fillu këtë 2-3 vjetë. Në intervjist për rëzidhe me këtë që që për mua përgjësia është diplomacia. Diplomacia nuk e bërë në të të qarë. Të mërë i veshë të i zhidhe problemet. E për në dhe është diplomacia. Që në që përsa në vrisë një dhe për ditë. Dhe që në një këtë Trumpit në thënë duke si njëri pozitiv në zhidhje. Të pëlqen mënyra si reagonaj? Po, më pëlqen, me të drejtë nuk kam pasur e simpatin dhe qanë për të. Por, shoh që të shkëmbullës, e do të unë për në spake. Edhe,
Kjo është pozitive. Po, marrëdhëniet i bëhen nëpërmjet gjithë këtyre vendeve. Se rusit ka marrë deri në Paris. Kohën e Suvarovit e thyrën Napoleonin. E Napoleon ata shatruan. Rusët. Stis Napoleonin ka thënë, mos që vetë Napoleonin ka pështuar. E deri nuk e ka 20 kilometra lashtë. Së vëdi do të e kam fjalën që politikën është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. E ka shumë rëndësi kush është në krye. Sepse ka politikan ambicios. Ka politikan që janë duan atë të tyre, po e duan në mënyrë që këtë exageruar. Ka tjerë që janë mësuar të kenë kolonie kështu. Ka është të ndryshëm. E parë dhe që është nuk është dihet që punë. Ai më të nërë kur ka qenë mbretëritë e mbreti vendose. Se është në gjë më ndryshe. Por që prapë dikush do ta marrë. Fjalë në fund se ka presidenti. Ju kur ishit president, sollët shumë paqe duke menduar që Shqipëria drejtohej nga dy pole të forta si Nano dhe Berisha. Si a dolët ju? Është pothuajse e pamundur dhe nuk ka ndodhur asnjëherë ajo që bët ju. Motivi është ai që është shtyn apo vetë karakteri njeriu? Puna është para punë ishte me pjesë si parti. Jam i kaluar me kohë që partia ime Shqipëria. Edhe unë çdo gjë e bëja në interes të vendit tim. Interes popullit. Dhe po të nisësh në këto pozicione, ajo piknisje, sigurisht që do dalësh në deduksioni do jetë kjo, që ai që bëron. Unë kam thënë edhe vonë, dhe kur isha në detyrë, do të thënë, shumë kam bërë shumë kujdes për sa përket çështjes pjalorit në parlament. Pjesë njëherë, në që ai më kanë se që unë nuk përmën e pra. I dhe shme sot i kërënisër. Që është këtë fjallë i përdojnë? Që është të rëmë? Sigurin, nuk shtroni për zhjithë problemen, po sigurin bidhe për të grindur. Zhjithë president, në thonë dhe poshta, i kështu e përtjenë. E mirë tësh. Ne do shkojmë atje, pa ata do të dhikë në kënetësh. Që si bebë. Po, Nano ishte ime, shumë të shkojmë edhe detë. Po Nano e donë të Shqiprin? E donë, që ka të mjëra të dashuri përse. Si puna me me film, ma shumë me femër mësë. Edhe, unë në kjo donë dhe. Sigurisht në bine të danë. Se me ka të dhejë tjetë nga me dukur familjen time, ka i matë. Që japë vëndit tim, mirë të marë. Se dhe unë, në që të përmendën e gjera, se kam thënë dhe e tjera për një. Ishte, neve, kur dojnë dhe zgjedhim dike, që të vënde kërësore, parë se nëse nisim për të pasur atje një burseti, apo për pasur një jesmen. Kjo se nisim për pasur një jesmen, e gjenë jesmen. Kjo se në burseti dhe burseti e gjenë. Nuk se ka, nuk ka një shkëllënd. Shë vërdet. Po dhe të ku bërë politika kështu sigurisht të njëri do të rikjet. Qëtësh. Edhe, sigurisht kjo gjë është një gjendë që... Po të shikosh të fotografit mbas murit tuaj, ju keni një jetë jashtëzakonisht interesante, një nga jetët më interesante në Shqipëri, e cila nuk ndaloi edhe kur patët tragjedi personale dhe familjare, ju vazhduat i shërbyet shtetit.
E jashtëzakonshme. Është vërtet ju e dini, do të thënë që kur më thirrën politikan tamë që ishte Nama Berisha dhe më propozuan që të kandidatur për kryetari i shtetit. Përnohë që është nderë, normalisht, a nuk diskutohet. Por i thash unë, kam të një edukat familjare, kam një informim personal. Që më s'përmej në rrëve pandemia. Por jo nuk në rrëve. Ka kushtetur, ka rrëve, ka ligje. Mi po ne akoma dhe vëtën ligje t'i kemi, rrëve t'i kemi, po kemi dhe drejajnë, si të shumë. Edhe kështu që pjeri shtetë do të bëjmë. Se bëllëm namë, të thënë. Morën e dy, e kreva, u largova. Pastaj bashkë me të Mejdanit nuk kreu një grup qëri civile, i bin mendime. Tashi këtu të neve nuk ka qef të gjëni shumë. Se bëjnë si e të në të tyre. Që se të t'i fjalleve në mendje që ishtë qërë. Në mendje janë disip, të mendje janë mirë. Edhe kur isha në për shumë në bilin, digit. Nuk ishe jurist, prejtë e ime ishe e vështarë, dhe kushtë të gjithë shkoj. Nuk ka për nuk të lidot e gjithë shkoj atje. Edhe, unë të kreo grupin e turve. Juristë më mirë, edhe i qoja materialet të tyre. Edhe i blidja, edhe i djoja. Sigur me dim dhe me e unë. Në të kote. Por ama, që bëhe me të? Me thikoja, dhe të thënë, e gjoja, edhe grupi të orët nuk ishte, me një sens, me një sens të ndryshme, në politike e bërë. Edhe me njështë në mërshme, njështë për të tje, e drumlet me tyre. Se e sot, me agikat, ato që më ndonë për zhjithë në ishë problemi. Edhe për fatë keqë se në krye politikan, shumica të mëtë, që më shumë në ndëshme vedet se vënë se Shqipërinë. Dhe kjo është fatkeqësi e madhe, po edhe nga një anë duket edhe budallik e madh, se nuk kanë ku t'i çojnë, nuk kanë ku t'i marrin. Si mori do zogu, do t'i marrin këta, apo jo? Tani, që të thuash tani. O të thuash shumë njëra të të zila, shumë ule një të ka qako, kore unë. Unë jam në shpikje në 72. Kam 53 vjetë. Nuk është shpikje, mi por shpikje, se kohë në të problemë, lugatarë, posë lugatarë në shtërija. Si ishte në dhejtë edhe. Të përmenda të me njerë parë sa replika. Pse nuk i thua nipet, pse nuk i thua në besës. Se apërja që të 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 ashtë jo. Unë po të regova këtë që me raudime, që në jojo, është pa mundur që të arrish të bësh një Shqipërqenë. është pa mundur. Që mund të kesh 2-3, po një. Dhe në fund, një pyetje për shëndetin tuaj, si ja keni bërë ju që keni mbajtur veten kaq në formë, se njerëzit duan shumë të dinë. Tani në gjithë botën flasin për jetë gjatësinë. Ju e keni bërë pa dieta, me vullnet, si e keni bërë ju? Kush është sekreti juaj? Unë kam pasi me pa që ai kujdeset shumë për të vetë. Sigurisht në rejtë, më thëmë, pushimi. Si kujdesej, çfarë? Pushimi të kishim të plotë. Se të mirë, në gjitha më të. Në jam rritër të mirë, që i vogël. Fëmiria është e rëndësishme, pra, çfarë ha?
Edhe bota i me vdik që 89 vjeç ishte vdik. Edhe vllajtë të ishte afër 90-ave dhe 89 më shqipjet. Unë po vete 96, masi muaj, është 96. Kështu që në përgjithësi kam probleme, nuk sepse s'kam, po jam mirë. Por unë kam një regim, e kam pas me kohë, në vizjet. Lëvizja. Unë lëviz. Jo çdo ditë, po 4-5 herë në javë, unë bëj 3-4 kilometra rrugë. Përpara bëj 7. Sigurisht, e ardhë duke dhe puna. Shkoni nga liçeni apo këtu? Nga liçeni. Po këtu se gjë. Po dhe në tyre punës, ka pas mështri, e kene tjilë. Në biles, kur më dënua, dhe i pëqënë borrel, edhe ishëm në një kondicionë me një grupë shtërës. Dhe ishte i matë shumë. Dhe unë ishte 50 vjeç ku shkollë dhe. Ata ishte 30 vjeç. Unë gjë kene me... Hajde me... Mua, ka një... Shef tha, ke pas makinë, jo njëtash për 2 se kështu, në zbetu një se makina. Një bëtur dhe një polistrat. Po që të se makinë një. A di që i kanë të shatë të betit e shpërë. I kam fjane këtu që regjimi ishtë. Luani nuk se kam përdorë. Jo. Se i ka pirë. Në 5 vjetë në shakë këma brigade kavaje, në viti 66 dhe në 71, që po kishme efektiv të madhë, se kishme në njarje. Edhe kur kishme në njarje të nëndë shumë, e mbaje sigare të pijem, ati 2-3 muaj, përse, por nuk e të të poshë, pra... Alkohol? Alkohol dhe raste. Të është i pëtërës e me jetë barë, pare të shi. Përse, kur i shërë, edhe pje. Që së dyshë në mësi, përveç tjera dhe mësos alkoholit. Po jo robi tyre, e pije e lë. E ka më më vetëm. Jetë puna është të tjesë, të ndorë gjithë ka vetë. Ta rëndosh e sërin qoftë ushqimore, qoftë mënyrës e tesës, qoftë dhe këto anëqët e tjera të tjetës. Dhe kjo është ka Po përmendjen si bëhet përmendjen që të mbash mendjen, se mund t'i bësh të gjitha, por mendja... Kështë mendja dhe është mendja ime të shbëjnë tja kene. Jo, ju e dini që ne kemi bërë bashkë intervistën e parë president. Dhe mua më duket si atë ditë, kur ju dëgjoj. Dhe sa vjetë kanë kaluar? Unë falderoj për besimin për. 20 vjetë kanë kaluar. Nga shurës, ka jenë 2007. 18, ja gabova, 18 vjetë. Në atën, është vërtet, dhe probleme e shky do të që unë dhe gjaj. Nuk e kam më rritmin dhe regjime që kam pas për para, po le gjaj. Dhe gjetimin e kam pas në vjetër. Unë dhe kur ishte në akademi, ne kishim në kuajt, kishim aneks. Nuk të në bashkë me rusët. Se kishim në bibliotekën tonë atë. Ajo për jetë bibliotekës, e t'i plakim në kira kjeve dhe se ajo vini libra të jemë, të ka arë libra. Se e kështë akord të marrë në 2 dhe 3, 4, për ditë bejtë që për ditë. Së për tjere, të gjimi është jo vetëm shtrimi i trurit, por edhe kujtesën e horizontit të gjeron i shkarë. Për të kejtë të ne, se gjë për e gjë të 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 gjithë që t'i me. Por që të gjithë jetë ka t'i shka. Që e nësishme një ju duhet të mbaj vetëm.
këtë frena. Frena duhen këto, se duhen këtë makinë, s'pe duhen dhe njëjut. Dhe sigurisht unë të një përvejima e kumbi, ato kumbi din, sigur në atrasë, mbires kalova të smundjen dhe për një kushtë të si, dhe gjatë është, unë nisë dhe është, dhe unë që më kjeti për para. Dhe të më nëpse i harë para kohë. Se ishte, ndodhi një... Jo, i pas dhe isha smur isha. Shumë sëmur ishte. Isha bërë dhe to. Vaksina, gjërë, Isha bërë të të reja, do të ndë. Anë ishte. Por, isha duke dhe organizmi. Edhe duheni akoma, edhe u këthyret. Edhe, kështu që, por ka një gjallë, do të thënë, që unë kam një këshilla i rrete për politikanë tanë. Dhe i gabim, që arrojnë, që në shpysojnë. Në vjetë. Pse? Sepse punët ka shumë në një tonë që të regojnë në dhe thënë, se sa gjithë e vinë në një kaluar. Por nuk do të të zjashtë të punë, e në vetë që të duhet, të mendojnë në vetëm, sepse asë njëri, asë gjithë vetë nuk të bëjë. Unë për shumë në kërë ishtë në detyrë, të unë ishë pështarak. Se për problemet president ka punë në një problemet të shtetit. Sigurisht që njëri gjitha shë në ketë, e në makinë. Ka unë gjithmonë bëja konsulta të organizura dhe të parorganizura. Që pje kafe me kështare mi. 3-4 nesër. Edhe, ti dhe të mendimin, ndjoja, si që është tek. Se ka shumë rëndësi. Të marrë që tufë me kështare, më që gjithë pare, pse i do, për të paguar, e në që të bëjnë të mena. Dhe shumë si organizam. A i është qëllar, punë e tia. Pastaj edhe kështu është ka ardhë në qëtarizim i të mërshëm. Çdo gjë nga bëj ministri ose kryeministri. Unë kam qenë shumë të tyra të nëshë në mështëri. Se po sjellë një shembull. Jezë në ministrë një i vitë jusëm se ka që të gojnë mo. Një nuk e disa sektorë mërësi. Se më në më e të zetosh ato. Isha kompetencët të mja. Aty ku isha kompetencët, unë s'kisha harifare, e se. Aty ku s'isha kompetencët të një herë, 2 herë, 3 herë në muaj, 2 herë, 3 herë në muaj, takoj ministrë. Këto e këto probleme, i të rrugë, se e shpër plana, në ka një kjo metoda e realizimit punës, që mund të bashkë në tjera. Se Rama vërtet është njëri shumë pundo. Por, a i e ka gabim që të gjitha të djarë të të përsi për vetë. Ky është gabimi që shikoni ati. Ky është gabimi që shikoni ati. Po, i duhet, nëse si të bëjtë të tjetë. Të ndaj detyra dhe jo t'i bëjt gjitha vetë. Po Berisha ka në i gabim? Berisha, po dhe i ka këtë të anë që ta që e ka më të fësur vëllës. Po shumë të fësur. Berisha për mendimit që të shi, moshën të të pëthejqime të të lytë, po, nuk e vërë njëri o, ke gjelë. Që ka një gjë, njëri kërë është në drejtim, ka qef të gjë fjallë në mirë. Edhe kjo u shqenë servilizm. E u shqenë servilizm. I për servilizmin është të mundë me keqe, sepse a i të shtynë të marrës
vendimet të gabuara. Me ishte mund të di se si duhet dhe, po, e mirë shep, shumë mirë. E duhet të dalësh. Unë për të themi diçka. Kam pas një rast të vëzën, isha plasë për relacion, për natyrë puna. Edhe dori një problem që vjetëm. Vjetëm e ishim vjetër atë, 50 metra për sorë të vështisë. I po e pide, shkove që të shkove poshtë. Me dhe me një dhe se me natë. Edhe më përshtrove me një mitim. Sa hyre në temë, i pëqeo, i të këtë i kokën, jam kërën që du të lejo shtirin. Shfa i mendim. Jo të të lejo, pa të pikërkosh mendim. Sepse tyra e nërëtur s'kjo është, si bëj aktivist, pa që një ka. Sepse vetëm shumë më bëhë për mësë. Nuk ka. S'ka njeri do të dhëmë, për i do të di gjithë shka, edhe për shda gjithë tjetër. Jo. Sigurisht. Një po ka herë dhe më kanë sukseset të jëmë të pas njëshme të marri mendjen. Edhe shdi ku je. Kështu që me me kam thënë njëra aqë se tuët se kam pas një parim për presidentës unë plasë. Edhe me thënë drejtën dhe ka hyrë ka zgatohet, paka shumë që kjo barveshe, se është qëtë barveshe për që që mirë kuptim në dhe në shërip i eshtëm. A që më të gjuhet. Duhet të edhe vendi e shtione. Aja më të rri vjen, aja rri 3 vjetë, 4 vjetë. Aja bënë punë e tjë. E pa të mësëri, asë njërë që njën tjetës. Pasarë që, jo. Normal. Njërë në shoj. Dikush ka për të, dikush ka për të. Një po, që vendi e shtione. Shmitë jam tantë. Mi pa të mesër, të rritu. Në pasisht. Jo ke i këfti, po me pat me të në shorjet në njëra. Se të ti nuk i një më ka remaj për dërja shtetet. Diku. Jo. Asë më kërkojnë, edhe më përpikjet. Po të edhe më shkojnë, më shimërë. E këtu i në njëone, këtu të përmërë. Këta du të ndirim. Qoj, jeta sot është shumë thermishme. Ka shumë mjera. Për ku të duhet, legu. Legu është ja i sajë. Se ne për shumë, se dhe shpa për parë, ne bëndë se që vjetë. Ishtë presidentët nuk ka një status. Kështë e ka. Ako mos është një orë në bëja. E ka. E bravo i qofti ka më bërë. Edhe me, bravo i ka bërë, po. Një lavë në që bërë. Pa që një lavë e do më shkëmbesh. Po këto janë djera bazike. E dokument bazë. Dhe bërë. Ja për shëmosën. Shumë mirë banë parimin e namës, më përqeu. Një dhe tjetë i ka kontribuar ka bërë. Se i kjo shetë komë tjertë. Nuk bëhet nërën vetë me të familjarë. Po të konë tjertë të shojnë. Po përnove, po i dhe i vendit, edhe vendit është problem. Se kjo është vendit është problemit. Po më pare. Një po, nuk ka një regulare. Besi ma sjefit. Kujtojnë të marrë dhe tërën, i presidentit, për se më nëtë,
Unë desha ta një shoj, e një shova. Jo, hynë hajde, dhe se pa dhe bisilova me prezidentin Mejdanit, dhe ta shua u kam të vendim, e da kurës. Dhe, me planizova dhe bera, thira shef dhe protokollet, shkruaj direkt pa. Edhe jetë shkruara. Edhe më vonë mund të përmisosh. Po, ama ke i bashkë. Se e shkruara mbetet. Jo kështu. Sa të shumë dhe të ashtu. S'ma të roba dhe. Edhe shtetja të jetë. Vajgjimësia. Kështu do mbetet, duke mbetur, duke në treguar historit, si kjo që ne erdhëm këtu të ndaj me ju. Faleminderit. Faleminderit dhe mund të thënë, unë lëptarizoj dhe me pëndëre për punë që jetë bani. Kemi spekti juve të thënë me etik. Është shumë produktiv. Me konkret, shumë konkret. Se ka rëndësi. Ka rëndësi se me qa meresh, si meresh, si e që më para. Faleminderit dhe jetë, çfarë edhe detaj? Faleminderit.